Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur akt akuzë ndaj 9 personave në lidhje me rastin e laboratorit të drogës të zbuluar më 23 prill 2025 në Prizren. Prokurori i çështjes me ngritjen e akt akuzës ka propozuar që të bëhet konfiskimi i mjeteve dhe sendeve të cilat kanë mundësuar kryerjen e veprës penale për të cilat janë dobi pasurore e fituar me vepër penale. Ndër të tjera janë 2 banesa, njëra prej 100 metër katror në Prizren dhe tjetra prej 114 metër në Prizren. Sipas akt akuzës të pandehurit KR, LB, DM, EM, FH, SHK, MS dhe AS nga një periudhë e pacaktuar kohore deri më 23 prill 2025 kanë vepruar së bashku si antar të grupit duke shfryzuar 2 banesa në lagjen Dardania në Prizren në katin e 7 dhe kanë krijuar një laborator të falsifikuar indoor për kultivimin e bimës kanabis. Laboratori ishte i pajisur me llampa profesionale, sisteme ventilimi, pesticide, matës temperature dhe mbajtëse mbështetëse, ku të njëjtit kanë kultivuar dhe rritur 175 bim kanabis. Me këto veprime, të njëjtit në bashkëkryrje kanë kryer veprën penale, kultivimi bimës së hashashit, shkurës së kokainës dhe bimëve të kanabisit. Po ashtu, të pandehurit DM, EM, MS dhe AS akuzohen se kanë pasur për qëllim shitjen dhe shpërndarjen e lëndës narkotike të përfituar nga kultivimi i kanabisit përmes tharjes, paketimit dhe përgatitjes për shpërndarje. Me këto veprime të njëjtit kanë kryer veprën penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope. Ndërkohë të pandehurit KR dhe LB akuzohen se më datën 7 prill 2025 kanë shpërndar dhe shitur substancë narkotike të llojit marijuan dhe kokainë në Prizren, Prishtinë dhe fushë Kosovë. Gjatë bastisjes është sekuestruar një sasi totale prej 451.91 gram kokainë, para të gatshme dhe pajisje të tjera që shërbejnë për ndarjen dhe peshimin e lëndëve narkotike. Po ashtu i pandehuri KR ka kryer shitjen e 2 kg marijuanë në këmbim të një veture Audi A6. Me këto veprime të njëjtit kanë kryer veprën penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje pa autorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotrope apo analoge nga neni 267. Ndërka që i pandehuri BM si pjesë e grupit të organizuar në bashkëkryrje kanë ndihmuar në kultivimin e bimës kanabis, duke i informuar të pandehurit të lartë të cekur për lëvizje të dyshimta që mund të çonin në zbulimin e laboratorit nga policia. Me këto veprime, i njëjti kanë ndihmuar në kryerjen e veprës penale, kultivimi bimës së hashashit, shkurës së kokainës ose bimëve të kanabisit. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit të lartë të cekur për veprat penale për të cilat akuzohen të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit.